edhe nëse pranojmë faktin që është një gabim teknik, kjo nuk e shbën faktin që Mitrovica duhet shkojnë në rivotim. Një gabim teknik, i cili ka ndikim përmbajtësor në rezultatin e procesit zgjedhor, nuk mund të lihet vetëm si i tillë për pa u sanuar. Sanimi këtu mund të ndodhë vetëm me rivotim. Në praktikën e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në jurisprudencën e Gjykatës Supreme të Kosovës, gjithherë është thonë që edhe kur është gabim teknik, nëse ai ka peshë për rezultatin zgjedhor, ajo duhet të sanohet. Në këtë rast, sanimi vetëm që mund të ndodhë është përsëritja e zgjedhjeve në Mitrovic, pra rivotimi dhe dhënien e shanses qytetarëve të Kosovës që të votojnë të lirë, të votojnë në mënyrë me ndërgjegjen e tyre dhe të sigurohen që numërimi i votave është i drejtë. Sot qytetarët e Mitrovicës nuk besojnë dhe kanë çdo drejt të dyshojnë që vota e tyre edhe për një kandidat të caktuar nuk ka shkuar aty ku ata kanë dashur. Kështu që asnjë justifikim mbi gabim teknik nuk mund të shërbejë si arsye që Mitrovica të mos shkojë në rivotim, sepse kjo është një çështje që ka ndikim thelbësor në rezultatin e zgjedhjeve. Do të përgjigjem pyetjen e parë. Ajo që dua të them është kjo: dy përfaqësuesit tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me të marrë informacionin nga komisionerët tanë në Mitrovic, kanë shkuar atje, janë angazhuar me mua, me gjithë ekipin ligjor dhe të tjerë, me kryetarin Krasniqi dhe me të tjerët, për të punuar që e vërteta të zbardhur. Mendoj që ata kanë kryer detyrën e tyre ashtu siç i kërkon ligji dhe siç i kemi kërkuar ne. Ndërka që për pyetjen e dytë do ta kalon për një rast tjetër, mund të përgjigjet kryetari i partisë, sot është konferenca tematike me mirë kuptim. Faleminderit, lërën të sqaroj edhe një herë. Nuk është çështja nëse besojmë ne ose jo që ka qenë gabim teknik. Unë thash edhe me supozimin që ky është një gabim teknik, kjo dëmton procesin dhe procesi duhet të shkojë në rivotim. Nuk mund të thonë ka ndodhur një gabim teknik dhe nuk do ta sanojmë atë. Kjo është, nëse do të marrni krahasim, sikur me shtyp flet votime dhe me harru me shkru Partia Demokratike e Kosovës. Sepse ky gabim teknik ka ndikim thelbësor në rezultatin zgjedhor. Askush nuk mund të thirret në faktin që ka një gabim teknik dhe do ta lëmë që edhe procesi të komprometohet, edhe votat të mos jenë ato që kanë vendosur qytetarët e Kosovës. Nëse KQZ-ja, PZAP-ja, çdo organ i shtetit vendos të i besoj kompanisë që ka qenë gabim teknik, ka veç një rrugë, të ketë rivotim dhe të shtyp kompania pletvotimet e reja. Vetëm kështu mund të restaurohet ky proces. Asnjë justifikim tjetër nuk e përmirëson shkeljen që ka ndodhur. Për rastin e Gjakubës ne nuk kemi palë në procedurë, ne nuk kemi në garë në balotazh, kështu që kjo çështje i takon të adresojnë subjektet politike që janë pjesë e garës, nëse kanë dyshime të tilla. Për sa i përket ka pasur tjera, ne kemi raportime nga komisionerët që po ashtu janë gjetur fletvotime të pavullosura, por ato do t'i vërtetojmë në procedurë dhe sot gjatë ditës do t'i paraqesim në ankesën tonë pranë PZAP-s. Shikoni, për sa i takon urimit që i ka bërë kryetari Hamza dhe kandidati për kryetar Arjan Tahiri, ajo është një standard demokratik që në PDK është i pakontestueshëm. Ne urojmë dhe pranojmë rezultatin e zgjedhjeve kur ai është i drejtë. Ky urim është bërë në këtë kontekst, duke besuar që procesi është i drejtë. Në momentin që kemi marrë ne fakte të dukshme për manipulim, urimi nuk e zaventson provën. Këtë është prova. Dhe këto prova do të përdoren pranë organeve të KQZ-s, këtë rast PZAP-s dhe pranë prokurorisë, të cilën ne dje i kemi kërkuar që dalin vendin në gjallës. Pra hetimi është nisur nga denoncimi i lajmi që kemi marrë nga komisionerët dhe denoncimi i degës Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovica. Në rast se PZAP-ja nuk jap drejta, ne vazhdojmë dhe më tutje në kontroll. Absolutisht, PDK-ja do të shkojë deri në fund kësaj betejë ligjore, edhe unë këtu jam për të siguruar çdo votues në Mitrovic, çdo antar të PDK-s kudo në Kosovë që është shqetësuar me drejt, se PDK-ja ka forcën e nevojshme dhe ka faktet në dorë për me qu këtë proces deri në fund dhe vërteta me u zbardh. Askush nuk mundet me cënu procesin zgjedhor në Kosovë, pa u vërtetuar ne do të djegim çdo instancë përfshi Gjykatën Supreme dhe çdo mekanizëm tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ditën e mirë.